Kryetari i Komunës së Gostivarit sot ja ka dorëzuar vendimin për legalizim të objektit muftiu të Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, Shaqir Fetahu. Ky vendim u miratua me shumicë votash nga ana e këshilltarëve në seancën e 19 të Këshillit të Komunës. Fetahu dhe Bejta shprehën gëzimin që në këtë formë kontribuojnë bashkarisht në zhvillimin e jetës fetare në rajonin e Gostivarit. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta me bashkëpunëtorët si dhe kryesuesi i Këshillit të Komunës sot qëndruan për vizitë në muftininë e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar për t'ia dorëzuar pryesit të këtij institucioni fetar muftiut Shaqir Fetahu vendimin e legalizimit të objektit të muftinisë. Vendimi në fjalë liron Bashkinë Fetare Islame në Gostivar nga obligimi i pagesës për legalizim në vlerë prej mbi 30.000 euro. Muftiu Shaqir Fetahu falenderoi kryetarin Bejta për këtë akt madhor, siç e quajti ai, i cili shërben për kultivimin e vlerave fetaro-islame në qytetin e Gostivarit. Kryetari Nevzat Bejta dorëzoi vendimin e Këshillit Komunal për lirimin e muftinisë së Bashkisë Fetare për një sume mbi 30.000 eurosh për lirim nga pagesa e komunalive për legalizimin e ndërtesës administrative dhe të medreses Isabeu në Gostivar. Ne, si muftini e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, ti shprehim falenderimet sinqerta kryetarit të komunës, zotrin Nevzat Bejta, ti shprehim mirënjohje të veçantë për këtë akt madhor që e ka bë që në shërbim të kultivimit të vlerave fetaro-islame, në shërbim të Bashkisë Islame, në shërbim të Islamit, me qëllim që ardhmëria e jetës fetaro-islame të jetë sa më e ndritshme. Një vlerë tjetër shumë specifike është që këtë e votuan të gjithë, ata pa marrë parasysh kuj konfesioni i takojnë, do me thënë kanë votuar edhe njerëzit apo këshilltarët e konfesionit krishter, që është një vlerë e veçantë në territorin e komunës së Gostivarit. Kryetari Bejta tha se kishin zgjedhur ditën e Xhuma për t'i dorëzuar muftinisë së Gostivarit vendimin për legalizim të objektit si një ditë me vlera të veçanta për besimtarët islam, duke shprehur kënaqësi që ai dhe stafi i tij në këtë formë kanë kontribuar që ky objekt të ketë status të definuar juridik. Dhe sot është dita më e mirë, është dita e premte, është dita e Xhuma, është dita e veçantë për gjithë besimtarët e fesë islame dhe sot na ja dorëzuam dokumentin e legalizimit të ndërtesës së muftinisë. Njëkohësisht kjo ndërtesë shërben edhe si medrese për gjenin femërore të besimtarëve të besimit islam. Dhe kjo është një kënaqësi e madhe për mua, për kryetarin, për gjithë të punësorit në komunë, edhe për gjithë qytetarët e qytetit e Gostivarit, veçanërisht për besimtarët e fesë islame, që me vendim të Këshillit, muftinia e qytetit e Gostivarit u lirua nga pagesa e komunalijeve, për shkak se duhet të paguajnë mbi 30.000 euro. Prandaj unë e shfrytëzoj rastin që t'ja uroj muftiut, ta gëzojnë edhe ta trashëgojnë se të jenë besimtarët e besimit islam në qytetin e Gostivarit. Vendimi për lirim nga pagesa për kompenzim për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje objekt fetar ndërtesë administrative afariste në Bashkinë Fetare Islame në Gostivar ishte një nga pikat e rendit të ditës të seancës së 19 të Këshillit të Komunës së Gostivarit, e cila me shumicë votash të këshilltarëve, përfshirë këtu edhe votat e këshilltarëve të etnive dhe besimeve të tjera, u miratua.